Studio për të diskutuar për këto sfida duke nisur me ndeshjen e djeshme, edhe pse miqësore me një performancë të mirë të kombëtares tonë. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Kam përshtypjen ishte një moment i rëndësishëm për Armando Brojen që thyen atë fatin e keq, po them, edhe arrin të shënoj. Po, me sa duket presioni i lartë në ndeshje zyrtare, duket sikur ndikon të ai lojtar, sepse dje duke shumë i lirshëm. Edhe mënyra për shembull shënimi i golit ishte një kimi mjaft e mirë midis Aslanit edhe Brojës. Edhe si duket i doli fjala apo i doli një ndeshje pas ish drejtuesit të Ministrisë Brendshme tonë, që tha asis Aslani edhe shënon Broja. Ai e kishte për ndeshje me Serbin, po gjithsesi nuk doli huq të ndeshje. Ishte politikan. Por më pëlqeu mënyra se si u soll në fushën e lojës pjesën e dytë. Mirlindagu domethënë ishte i ngurtë, nuk po arrinte dot të shënjestronte portën, ndërsa Broja çik më ish dërvjellët, paktën krahasim me vetveten, gjithmonë e marrin krahasim me ndeshjet e mëparshme. Për të është mirë të shënoj, të ketë vazhdimsi. Nuk e di se sa do ndikoj kjo performancë e tij, le të themi edhe te ekipi ku ai luan, por edhe tek ndeshjet e ardhshme të kombëtares. Por sa më shumë të lirohet, aq më shumë mund të performoj edhe më mirë. Potencialin e ka, por kam përshtypjen që ka ngërç psikologjik. Mirë, gjithsesi shpresojmë që dita e djeshme të shënojë edhe atë pikën e kthesës edhe për të. Arber Hoxha, po ashtu, dje ishte një performancë shumë të mirë dhe me një super gol. Në ndeshje të tillë, Esmeralda besoj vetëm performanca individuale më tepër, ata individ debutuesit si Cake, si Gripshi, portieri Dajsinani nga Superliga, emra siç ju thatë Broja që mund të marrë atë ngarkesën, por jo vetëm, por edhe pak ato shtysën për të ecur përpara Hoxha, sepse po të shikoje lojën, ishte një lojë realisht në pjesën e parë ishte të mërshme, nuk shikoje me sy për së vërtetës. Goli Armando Brojës ishte një gol offside, ishte një gol në pozicion pa rregullt, dhe kjo edhe i gjyqtarët dhe me thënë, them që nuk ishte vlerësuar fare si ndeshje. Këtë e treguan edhe shkallët e stadiumit që ishin bosh, 40% ishte pjesëmarrja e tifozëve ose 9.000 po ndoshta edhe emri i ekipit, ndeshje miqësore. Unë po them atë që pash. Pastaj nuk po analizojmë këtë, nëse ju doni të analizoni këtë dështim dhe thirrje dëshmëruese të vazhdueshme të lojtarëve të kombëtares shqiptare për të thirrur tifozët e për të na bashkuar në këtë ndeshje, kur bileta minimale është sa një ditë që paguhet një qytetar, një pagë mesatare ditore, po të paguaj një qytetar 40.000 lekë në ditë, do jetonim shumë më të lumtur. Gjithsesi, jo pra, nuk paguhet aq, paguhet as më pak se gjysma. Domethënë mos të kapim më minimalen, po gjithsesi për mos t'ju futur kësaj teme. Jo, thash 1.500 lekë të rinj. Okej, qëndrojmë tek pjesa tjetër sepse bileta më minimale 1.500. Jo, sepse kam tek pjesa që Esmeralda mundohet në një farë mënyrë t'ja hedhin fajin Jordanisë. Fare. Kështu që se nuk erdhën jordanezët të ndiqnin kombëtarët. Jo, po jo mos me ato bileta është të shtrenjta. Tani se ka dhe një gjë, domethënë se meqense se tani më sfidove. Po jo, po thash ta thoj atë që kisha. Kombëtarja ndiqet gjithmonë, sepse kur ka një ndeshje për kualifikues apo ndeshje zyrtare, bëhet nami, s'ka bileta, nami, shpërthen gjithandej. Që se të shohësh kombëtaren, shko shikoj edhe kur luan miqësore. Jo, kuptosh diçka Esmeralda, më fal që ndërpres. Vinë edhe mbushin djemtë dhe vajzat e Kosovës, Maqedonisë, trojeve shqiptare. Nuk e mbushim ne. Ne maksimumi bëjmë një selfie në stadium. Vinë ata e mbushin në të tilla ndeshje. Dje ata nuk mund vinin dot për arsye se ishte ditë jave, ditë pune, normalisht i bie që ndeshja ishte pas dite, pra i bie që gjithë ditat i dedikohej kësaj gjëje dhe nuk kishte rëndësinë që kanë në ndeshje kualifikuese. Kështu që mos themi që e mbushim. Shqiptar, tifoz, sa shkojnë ta mbushin atë stadium. Absolutisht. Ne jemi tifoz të rrjeteve sociale, Esmeralda, jemi të gatshëm të shajmë këdo që na del aty përpara, po ndërkohë për të shkuar për të mbështetur atje, të ishim kaq tifoz, minimalisht do të bënim gjëra të tjera shumë më madhore për veten, pastaj të bënim tifozlik. Të kishim kërkuar një herë drejtat tona, po. Jo, ai thotë Esmeralda, unë sigurisht do të jap atë përgjigjen e para, dje nuk kishte gazetarë në stadium. Ti prek një herë këtë pjesë që në një farë mënyrë ne kemi si detyrim, si gazetarë të sportit, për ta ndjekur këtë event, pastaj hajde më thuaj mua që pse nuk janë tifozët që marrin një rrogë mesatare 30.000 lekë të ri në fund të muajit, dhe pse nuk janë në stadium e para, e tyta, ka ndonjë rregull të shkruar në
ku doni ju në një rregullore që duhet me patjetër të ndjekim të tëra ndeshjet, unë ndjek atë ndeshje që unë dëshiroj, unë kam vllajin tifoz me Italin, kam kushërinë tifoz me Gjermani dhe ne do të presim kur të vi kjo kombëtare. Kur të vi Anglia, unë do i ta ndjek si tifoz. Nuk mund të shkoj unë të ndjek lloj-lloj ndeshjesh, e para, e dyta, lëreni dhe patriotizmin në shtëpi pastaj. E para kjo, e dyta 15.000 lekë bileta prapa portës. E kupton çfarë vlerë është apo jo? I ke parë në vendet tona fqinje, mos ik më shumë, po shko deri, të kalojmë vetëm detin, të kalojmë Adriatikun dhe të pyesim pak ata fqinjët se sa paguajnë Esmeralda. Ti ke ndeshje kryesore me bileta 12, 13, 15, edhe hajde më thuaj mua që kam paka nga 110-120 euro